me trajner profesionist. Kush e zbuloi talentin tënd në futboll? Ose kush ta zgjati dorën? Pa për lidhe këto që kom fillu me stërvitje, gjithmonë e kom si fëmijë, më ka do ma interesant me lume me shok në lagje, se sa me shku me stërvit me një ekip. Edhe e kom refuzu babin tem, kur ka thonë 3-4 herë që me shku me anis me bo stërvitje me një ekip. Pse? Se unë ma shumë knaqësha me lu me shok në lagje. Edhe pas insistimeve që i ka bo baba jem, atëherë kom vendos me shku. Edhe pse pa qef në fillim, po pas taj më bo një rutin që nuk më isha pa to. Okej. Po shohim edhe në ekran këto fotografi, janë hapat e parë tu në futboll, nëse nuk gaboj kjo është pjesë e Kosovës Prishtinës, apo jo? Po. Deri moshën 14-15 vjeç, jam konë në Kosovën e Prishtinës. Si kanë shku stërvitet dhe sa ka qenë vështirë që aso kohë të merresh me futboll? Ose ta kanë qenë vështirësitë e tua të para gjatë fillimit tënd në karrierën futbollistike? Kosova e Prishtinës s'ka pas kur kështu kushte, stadion vet, fushë vet. Kemi bo stërvitje në Lukar, në Bardhosh, në vene ndryshme. Stërvitje dhe loj. Kështu që s'kena pas një stadion të mirë, po ajo motivimi që kena pas u konë shumë i madhë. Ka pas shumë lojtarë talenta që në atë kohë jam konë thjesht një lojtar i thjesht këtë kohë, se s'kom pas, s'është një lojtar që ka talent. Që ka pas shumë talent që më rënsy. Ka pas shumë lojtar që kam pas shumë talent që i maj men hala me emra që sot nuk lujnë. Që ka qeni, besoj ka qeni një hap i rëndësishëm me fillu karrierën në Kosovë Prishtinës. Okej. Kush, në fakt, cilët ishin ata idhujt e tu në familjen tënde në futboll? Ka qenë Thierry Henry. Thierry Henry mas shumë të ka qenë. Pse? Cila ka qenë arsye që e ke dashur? Ose të ka pëlqyer? Nuk e di, nështë kom fillu me pa Premier League në Arsenalin, ka pëlqyer si i vogël. Edhe kom fillu me pa Thierry Henry mas shumë, më ka pëlqyer si lojtar.